shkini sot në këtë moment 300 lek vjetra kilogrami. Mua më thanë me 500. Po unë e fermer, nuk është e kam blerë, kam shëllin tim. Ti je prodhues dhe shet vetë. Po, shes. Shumica ka vajt me 50 lek, 100 lek vjetra kilogrami. Jo transporti, jo agjibi 50 lek, nuk më lën shpenzimet. Sa ko rri këtu që e shet gjithsasin të ndë, sa ke sharqi? Sharqi, unë kam mjell mbi hektar sharqi. I bje gjithë sezonin e verës? Po, 2 javë se ditë. Arrin të shesësh? Po do kajtë me gjysmë, do kajtë me të narë. Prishet. Pse nuk e jep trektarve? Ish pa lek pra, ish pa stroharën, lek gjep s'njeli asi lek. Të jep trektarve të sot, me këtë qilin gjesh. Ish blek ujtali plehut me 90.000 lek. Ujtali plehut. Tani del se qini me 100 lek vjetra. Punëtori është pagujt me 20.000 lek. Dita punës. Pse është kjo diferent çmime, sepse në tregun e Pakicës sharqiri shitet nga 600 lek të vjetra në 1000 lek kilogrami. Ky lloj sharqiri nuk shitet, te merr eksporti. Në tregun ton shitet ai dore fundit që i thojmë ne. Që shitet për tregun ton, merret me 50 lek fare, jo me 100 lek. Ne shitet me 300 lek, me 500 lek, me sa shesin e rrugë. Po eksporti pse nuk e ka marrë këtë lloj produkti? Eksporti e merr eksporti. Sa ta marrin për eksport? Sot në këtë ditë që po flasim, 100 lek, 130 lek. 100 lek që bëhet llafe sot. Pikat e grumbullimit me sa po i marrin në zonën e Çermës? 100 lek më. 100 lek që da grumbullosh veti, dhe pagush punëtorin vetë, atje ty të njel 50 lek vjetra kilogrami. Lekët ju e japin në dorë apo me të pritur? Ka që japin dorë, ka që japin që me bankë, po me shumë dorë merr lekë. Po pa lekë është, se lekë është e Me koston tuaj, sa duhet të dali çmimi? Paktën tjenë mbi 250 lek vjetra që të njeli ty 100 lek që të mjellësh vitin tjetër prapë. Paktën, me këto shpenzime që janë. Mirë, a më të më thuar sa vite ke që kultivon shalqi? Kam mbi 15 vjetë. Mbi 15 vjetë. Gjithmonë kjo problematikë është shitja? Më po thuj 5 herë hum, 1 herë mund të njeli i lek që të vish për kjarë shumë me sakrifisja. Atëherë pse mbjell për 15 vjetë? Ku të shkoj, kam quni të shpia, ku të vej? Kruan të shpia, vetë, ku të vej? Ku të... Me baktit nuk del fare, me baktit je mbaruar fare. Sa si përfaqe ke të mbjell? Sot në këtë ditë, sot kam mbi 7-8 dëgjën. Mbi gati 2 hektar? Pa afër 2 hektar. Mbimit sot në këtë ditë që flasim ne, bajt djali foli me 2-3 nga ato të grumullus, tha dhe ma bish këtu tha me 100 lek. Që ta qoj me 100 lek atje unë, me 30 lek tonit unë djaja punëtorit. Po 15 i do transporti, ngell mu 50 lek të vjetra. Ne mirë jemi dytëruar ta len ka ara, nuk... Se i bit pastro arën, gjepit ngell bash paj lek. Po punëtori sa paguhet në ditë? Ditë e kam me normë punëtori. Nuk do të di se sheti 50 lek, se shet 500 lek, a i paguhet me 25-30 tonin të ngarkoj. Transporti, zetori, do a i në rrugë, që qojmë në tjetë pak në 50.000 lek të vjetrat, rruga. E bëjë lugërinti se unë po vidi sa të do të njëri pasaj. I bitë pastro haren. Sa kushton transporti sharqirit? Si i merrni ju fermerët? Ne morim 10 lek për tonë. Nëse ka 6 tonë, do morim 60.000 lek. Po nëse ai shet me 130, si do marr 60.000 lek? Dhe marrësh 30, 40. Jeni në vështirësi. Po hiç asgjë, do ndihmojmë njëri tjetrin. Procesi përpara. Sa i lek të shpenzimet nuk i qet. Është shumë dobët. Shumë keq. Po distanca që e çoni në pikat e grumbullimit sa është? Po distanca ka 10 km, ka 15, ka 6, ka 5, po pak e shumë aty. Aty janë gjithë, sepse jemi njerëz tanë dhe po t'ishte çmimi 250, normal do t'jepte 100.000 lek, 50.000 lek për distancat, për shpenzimet. Kështu jemi shumë keq. E shalqiri në përara, nuk din, po çmenden njerëzit, po rrin kështu si të habitur. Shumë keq. Me 130 lek ai nuk mbulon shpenzimet, punëtorët.
Janë 4 punëtorë që ngarkon atë. Unë 5. Vetë pronari, 6 pronari, me kuptimin e lavës. Ashtu 6 veta për restin, kur t'japi i lekt, ai to japi lekt, se janë shumë korrekt. Por me çmimin që është. Lekët jepen në dorë apo Po, me fatura. Prisni. Nuk e di si i marrin këto me fatura, unë i marr në dorë. Nuk e di si marr. Shisni shalqirin me çfarë çmimi? Sharqiri po shitet në përpikat e grumbullimit dhe tregu brendshëm dhe shitet nën koston e prodhimit. Për më mirë, do thotë se gjithë fermerët janë të humur. Me sa çmimi? Me 10 lek, me 12 lek, me 13 lek maksimumi. Kjo këtu varion çmimi që shitet. Po kur ra çmimi, se ka qenë goxha? Çmimi ra po bën një javë, javën e fundit ka rënë çmimi. Po pse ka rënë çmimi? Ke një arsye, ma thuash? Arsye që është ajo që erdhi gjithë me një herë, mbase ose nuk ka treg, nuk e përballon dot tregu, ka fluks prodhimi, nuk e përballon dot. Po apo e shisin për eksport? Për eksport e shisim, po. Nuk konkurrojmë dot ne me tregjet rajonale, ato prodhojnë me kosto të ulët. Edhe me këtë çmim që shesim ne, dhe ata po të shesim me të njëjtin çmim, ata kanë vitim se kanë kosto të ulët prodhimi. Ne kemi koston e lartë edhe jemi falimentor me këtë çmim. Po lekët i meni në dorë kur e shisni? Nuk kemi pas pengesa me marrjen e lekëve pavarësisht vonesave. Nuk është një problem, nuk ka qenë shqetësim kjo. Kjo leku vonohet, pak, po ish marrë. Problemi e se ne s'kemi gjë për të marrë. Ish problemi. Sa pretendon të marrësh për sasinë që ke mbjell? Më bë një llogaritje me xhepin tënd, sa ke shpenzuar dhe sa do marrësh? Unë kam shpenzuar 8 milion lek të vjetra, them se do marr 6. Po pse mbillni kur dilni me hudhje? Tani nuk janë vitit. Vjet për shembull patëm diçka fitim. Si vjet s'kemi, ose ata që patën më të hershëm patën. Kështu s'kemi mundësi tjera ne. Këto janë mundësitë tona. S'kemi mundësi tjera. Ka rënë se nuk çfarë them unë, ka shumë ashtu se ky është eksport. Paka shumë ne kemi njerëz, jemi ashtu edhe eksporti dim sa është paka shumë tregu andej jashtë për shembull. Po andej ka kosto. Këtu s'ka kosto. Këtu është kosto zero fare. Ja, ky është kredi ka se jo ky, po dhe unë. Ka hedh miliona lek edhe nuk merr lekët e veta. Sa ke prodhuar ti këtë vit? Sa ke mbjell sharqi? Unë kam mbjell 5 hektar. Edhe nuk i marrim dot lekët tona. Ku do ta shesësh 5 hektar sharqi? Po do ta shes për shitur do ti? Për shitur ta marrin domo, s'ka shkojt. Po ish puna se ish loj. A mund të jetë lojë? Po unë them se ish loj. Lojë kujt? Tregtarëve, kujt është? Kur del me bollek tregtarëve. Kur loja e 10 vetëve, 20 vetëve. Është monopol. Monopol. Më saktë. Nuk e çani dot ju prodhuesit? Jo, nuk e çan, se ato mblidhe me vend gjithë dhe ato ndoshta aty jemi. Qeveria s'po lëviz fare. Çfarë do donit ju nga shteti? Po e merr ky për shembull, vjellafi. Ky. Gjithë subvencionet i marrin pikat. Gjithë subvencionet i marrin pikat, se këtu vjen beshohet. Tregtari s'merr. Tregtari s'po merr kokë lek, fshatari s'po merr kokë lek. Ju keni marrë subvencion? Çfarë subvencion? Për shoqërinë? Naftën? O, asnjë gjë, më nuk njohim asnjë gjë. Apo s'keni aplikuar? Ka procedurat ashtu. Kam aplikuar, por nuk im dhe me atë 200.000 lek naftë, prap nuk ish. Subvencion duhet të jetë kjo, për shembull, që vajti sharqiri nën Kosovë, ai është subvencion për fshatari. Po se të jep 200.000 lek naftë ai do ngjallim ne. Nuk ngjallim ne me 200.000 lek. Asnjëherë. 200.000 lek po i marrin. Ju me sa po i tregtoni sharqirin tuaj, ato 5 hektar, sa e kanë kërkuar? Me 3 lek më, nuk e diti çmimin ne. Me 120, ja. Shko me pyet aty se. Do ditë kaq është çmimi? Po bën një javë. Po bën javë me pyet aty sa po e merrte. Nuk e veç çmimi fare. Ai nuk, o motra, ai nuk veç çmimi fare. Ai t'jep i flet aty.
Lavosër 10, 20, 30, a mund tjetë në jemë më lartë që i organizohen, janë të lidhra këta punë. Unë për vetë time kështu mendoj, janë të lidhra. Këto punë, janë shumë të lidhra.